Të kuvendit rënditës... s'ka rendite? Nuk ka ala renditës, nuk ka ardhë. Besoj që nesër ndoshta shpërndohet renditës, po këto janë teknikalitetet parëndësishme. Ajo që është e vërtetë është që një proces, një cikël politik i udhëhequr nga kryetari aktual ka ardhur në fundin e tij. Pra me dëshirën e vet kryetarit aktual të LDK-s. Lumir Abdigjiku ka deklaruar se unë kaq ofrova, kaq dhash, ky është maksimumi dhe po jap dorëheqje. A do të filloj të kërkoj një cikël të re dhe a do të japet mundësia për një cikël të re është çështje tjetër. Por politikisht para kohës, do ta them edhe këtë fakt, para kohës me kërkesën e tij është mbyllur një cikël politik. Pra ai ka mandat deri në shtatorin e vitit 2027, por me kërkesën dhe dëshirën e tij ka thirrur kuvendit që ta mbyll ciklin politik. Dhe kjo nën kupton që ky cikël me këtë rezultat prej 13.6% mbyllet dhe duhet të vlerësoj kuvendi dhe partia nëse do të dëshiron ta hap garen. Në fakt, hapet me automatizëm gara. Gara hapet, problemi është a mshelet njëjtën ditë. Kjo është a mshelet, apo i zhdasht me zgjedh naj... Jo, nuk mshelet njëjtën ditë. Nuk besoj, mundet me u zgjedh një zgjidhje kompromisi, që me thonë, okej, po përgatisim, se varet a dojmë, cila është ideja e kuvendit, a dojmë me shku me zgjedhjet përgjithshme në parti, dhe ato i marrin disa muaj, po para se të shkojmë të zgjedhjet e përgjithshme, nuk mundem me bo këtë punë, ndoshta teknikisht sepse kemi disa çështje që duhet me mbyll, dhe çështja e parë është konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë, zgjedhja ose mos zgjedhja e presidentit ose rreziku që shkojmë prapë në